Në këtë botë ka njerëz që nuk kanë askënd, jetimët dhe gratë e veja. Ata dikur patën një përqafim, por tani jetojnë mes mungesës dhe dhimbjes. A do ta zgjasësh dorën tënde për ta? Allahu thot në Kur'an: a e ke parë atë që mohon ditën e llogarisë? Ky është ai që dëbon ashtë për jetimet. Të kujdesesh për jetimet nuk është vetëm bamirësi, është një urdhër hyjnor, një provë e shpirtit. Muhamedi alayhis salam tha: unë dhe ai që kujdeset për jetimet do të jemi së bashku në xhenet si këta dy gishta. Kur ndihmon dikë që nuk ka askënd, Allahu bëhet mbrojtësi yt. Çdo buzëqeshje që fal, çdo dorë që shtrin, çdo lutje që bën për ty, një nga zemrat e pastra, është pasuria jote e vërtet për këtë jetë dhe për tjetrën. Nëse dëshiron që zemra jote të jetë e qetë, ushqen një të varfër dhe përkëdhel kokën e një jetimi, sepse lumturia e vërtet nuk është tek ajo që mbledh, por tek ajo që jep. Bëhu shpresë dikujt sot, sepse një ditë Allahu do ta dërgojë dikë të jetë shpresa jote.